Ka përfunduar shqyrtimi i aplikimeve të shqiptarëve të cilët jetojnë jashtë vendit për votën e diasporës, proces i cili nisi më 11 janar dhe u mbyll më datën 4 mars. Sipas të dhënave të publikuara në faqen zyrtare të KQZ-s, nga 365.166 kërkesa, janë miratuar 245.975 aplikime, ndërsa u refuzuan 119.139. Janë 294.155 zgjedhës të cilët kanë shprehur interesin për të regjistruar si votues nga jashtë, prej tyre vetëm 245.975 janë regjistruar, pra aplikimi tyre për të regjistruar në listën e zgjedhësve të votuesve nga jashtë ka qenë i suksesshëm. Ndërkohë nga ana tjetër, si kërkesa, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë 365.166 kërkesa dhe ka refuzuar 119.139. Janë 6.914 shtetas të cilët janë kontaktuar nëpërmjet shërbimit të email-it me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Janë 2.088 telefonata të rezervuara me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pra janë zgjedhës të cilët kanë kërkuar të kenë kontakt nëpërmjet shërbimit të rezervimit të telefonatave me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Janë 194.839 mesazhe të dërguara nëpërmjet chatbotit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Tirana është qarku me përqindje më të lartë të kërkesave të miratuara, 21.3% ose 52.425 shtetas. Kupsi është qarku me përqindjen më të ulët, 1.6%. Numrin më të lartë të kërkesave të miratuara e ka qarku i Tiranës me 52.425 shtetas shqiptar të regjistruar në PER, i ndjekur nga qarku Fier me 32.559, më pas qarku Elbasanit me 25.196, qarku i Durrësit me 25.034 dhe qarku Korç me 20.638 kërkesa të miratuara. Kërkesat për regjistrime janë nga vende të ndryshme të botës. Numri më i lartë i kërkesave të miratuara është nga Italia me 91.223, e ndjekur nga Greqia me 68.223, Gjermania me 25.499, si dhe nga SBA me 20.653 e Britania e Madhe me 17.227. Sipas Gjenis, përqindjen më të lartë të regjistruesve kanë meshkujt, me 212.982 kërkesa, ndërsa femrat janë 152.184. Brenda datës 9 mars, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të publikojë listën paraprake të këtyre zgjedhësve. Emrat e tyre do të hiqen më pas nga lista e votuesve në Shqipëri. Sipas ekspertëve të pavarur, votat nga jashtë Shqipërisë do të ndikojnë mbi së paku 19 deri 20 mandate të kuvendit të ri.